ku t'i doj qefi, kurse Beqiri ndërmori vëmëtarit e ti në disa vende anëtare të Bashkimit Evropian, si që janë Austria, Slovenia dhe Franca. Beqiri ka përvetësuar të paktën 200 milion euro nga akshi i lindave, lindës se akshi dhe lindës Surrelit, që kontrolon të akshin. Pra, ky është suksesi që reklamonte me të gjithë propagandën e tij Edi Rama. Paraqiste kriminalin Ermal Beqiri para personaliteteve më të larta të Europës si historinë e tij të suksesit. Një bandit, një kriminal, i cili u kap nga autoritetet franceze duke flutruar në një zonë që për ata mund të ishte edhe për qëllime spionazhi. Denoj këtë bashkëpunim të turpshëm të Edi Ramës me krimin. Nuk ka dyshim se prokuroria dhe policia e shtetit po të mos kishin marrë urdhër politik, do të procedonin në kohën më shkurtër për mandate arresti ndërkombëtare. Por ata nuk e bënin dot, sepse akshi ishte prona private e Edi Ramës. Këto janë përmasat e mafjes më të rrezikshme në Europë, që kryesohet nga Edi Rama. Gjithashtu, duke përshëndetur protestën qytetare popullore për suksesi